Plot 8 gola u shënuan në ndeshjen miqësore ndërkombëtare mes Vllaznisë dhe Koper të Slovenisë. Takimi i luajtur në stadiumin Gora të Slovenisë i pari për kuqeblut në kuadër të programit të ndeshjeve miqësore për ditët përgatitore që po zhvillohen në Maribor të Slovenisë për 22 qershorit. Vllaznia do t'i gëzojë që në minutën e 5 të avantazhit, fal goditjes të Jagos, e majta e cilit e dërgon topin në rrjetën e slovenëve. Rezultati do të barazojë në minutën e 20 dhe duke qëndruar në fuqi deri në mbyllje të pjesës së parë. Pas pushimit në fraksionin e dytë, dy ekipet nisin me ndryshime në formacion. Pjesa e dytë do të nisë me 2 gola të shpejtë në dy portat respektive, ku fillimisht janë slovenët që kalojnë në avantazh. Në harkun kohor të 60 sekondave do të jetë sulmuesi Kevin Dodaj që barazon rezultatin. Slovenët nuk pajtohen me këto shifra 2-2 dhe pas ngulmimit në zonën kuqeblu, arrin të shënojnë 2 gola njëri pas tjetrit, fillimisht me penalti pas një prekje me dorë të Jagos dhe më pas me kokë nga një kroos nga e djathta e qendër sulmuesit të Koper. Tekniku Martini orienton të tjetë për qenë më aktiv në vijën e parë sulmuese dhe pas disa ngulmimeve, sidomos të Grudës, ky i fundit pengohet në zonë dhe arbitri akordon penalti të cilën vet Gruda shndërron në gol. 4-3 për Koper, por pikërisht atëherë kur Vllaznia kërkon barazimin, prapavia shkodrane në konfuzion dhe sipër lejon slovenët të qarkullojnë topin, duke arritur të shënojnë edhe golin e 5, rezultat ky që mbyll këtë miqësore.